Video vërtet interesante, plotëritëm dhe atmosferë. Kalojmë me njerë tek një tjetër tematik. Do të flasim për operacionet plastike, të cilat pa diskutim mund t'i quajmë një trend të viteve të fundit. Të gjithë përballen me dëshirën për të pasur një ndryshim, sidomos ku një problematik i shqetëson prej kohësh. Apo jo, Klevis? Dhe është shumë bukur kur në fakt kjo problematik përkthehet në një estetik shumë të mirë të trupit të njeriut, në bukuri, dhe ku ka më mirë se sa të kesh njerëz të bukur rreth e qark. Nuk janë më një tabu, tashmë të gjithë e dinë rëndësinë që mund të ketë një operacion plastik. Por rëndësia që kanë tek meshkujt, për shembull, kur kam lexuar një artikull të doktoreshës që është me ne në studio, zonjë Silvana Vishaj, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Unë jam habitur kur thanë që meshkujt konkurrojnë femrat. Po, është mëse e vërtet. Vitet e fundit mund të themi që nuk mund të ketë më dallim gjinor ndërmjet meshkujve dhe femrave për sa i përket ndërhyrjeve kirurgjikale plastike, si dhe ndërhyrjeve estetike, të cilat kërkojnë trajtimin e trupit apo trajtime rituale të vazhdueshme të rrudhave apo të lëkurës. 5 vjeçarin e fundit pothuajse është barazuar raporti ndërmjet meshkujve dhe femrave dhe nuk mund të quhet më tabu një ndërhyrje kirurgjikale plastike në meshkuj. Përkundrazi meshkujt vinë me dëshirë të plot dhe të jashtëzakonshme dhe me një portret në dorë, të cilit duan të ngjajnë apo duan të parafrohen me një portret aktori apo me një hunda e të cilit ju pëlqen apo veshët e të cilit ju pëlqejnë. Kështu që është një trend gjithmonë dhe në rritje dhe pse jo, mendoj që natyra i ka bërë të barabartë të dyja gjinit dhe të dyja sekset dhe pse jo dhe meshkujt janë të kuruar edhe perfekt. Është një gjë jashtëzakonisht e bukur. Sepse krijohet përshtypja në fakt që në meshkujt bien në paqe me veten e tyre, me pamjen e tyre më lehtë se femrat. Por këto tendenca të reja duket si kanë përfshirë në rryma edhe meshkujt, apo jo? Normalisht nuk është e vërtet që bien në pa më shpejt, sepse më shpejt bien në pa femrat dhe... Jo, bien në paqe me veten në sensin që kjo është pamja ime, kurse femrat janë pak më kritike. Ndërkohë që nuk janë më në paqe meshkujt, janë vazhdimisht në kërkim dhe vazhdimisht në kërkim të më të mirës dhe të kurimit perfekt të imazhit të tyre. Në fakt, juve jeni një mjeke kirurge e plastikës faciale dhe ku më mirë se sa të analizoni ju të gjithë elementet e fytyrës. Ne, unë dhe Stella, kemi nevojë për ndonjë gjë? Për momentin ja, për momentin. E fillim nga vetja për ta parë më lart. Unë për barkun ndoshta po, po për fytyrën. Në klinikë, jo në studio. Janë njerëz zakonisht konfidenciale. Ka gjë bëjmë të hapura me publikun. Shkruani nëse juve doni që unë të ndryshoj në një gjë, ma bëni kërkesë. Dhe doktoreshën e kam. Gjithsesi, e rëndësishme është që bëhen këto operacione dhe natyrisht cilat janë ato zonat në të cilat meshkujt është parë edhe nga eksperjenca juaj ndërhyjnë më tepër dhe ndërkohë ne mund të ndjekim edhe një foto për mbulim që paraqet edhe zonat më të rëndësishme të ndërhyrjes. Atëherë, ndërhyrjet kirurgjikale plastike në meshkuj ndajmë në 2 kategori, në ndërhyrje kirurgjikale të cilat përfaqësojnë pjesën faciale, kolofaciale, të qafës dhe të fytyrës, dhe në ndërhyrje kirurgjikale të cilat përfaqësojnë apo përmbledhin zonën e trupit, zonën korporale. Përsa i përket, ja ku e kemi dhe çunin, imazhin e çunit perfekt. Përsa i përket ndërhyrjeve faciale, bëhet fjalë për ndërhyrjet në zonën e hundës, rinoplastika, pra kirurgjia plastike e hundës, e cila realizon rimodelimin total të gjithë strukturës së hundës, nga një hundë e madhe apo e trash apo e gjerë apo e varur, realizon zvogëlimin dhe rikonturimin e saj në raport perfekt me përmasat e tjera të fytyrës, siç është balli, siç janë mollzat, mjekra dhe çdo element tjetër në fytyrë, si dhe përmasat cefalometrike apo përmasat e kokës. Është kirurgjia plastike e veshëve, për sa i përket operacioneve të tjera në fytyrë, e cila realizon drejtimin dhe perfeksionimin e veshëve në raport me planin e kokës, pra në qoftë se veshët janë të deformuar dhe të dalë nga plani i kokës dhe tregon një kokë jo të rregullt dhe një kokë pak të madhe, pak a shumë të madhe, afrimi i veshëve me planin e kokës, pra ndërhyrja kirurgjikale plastike në vesh realizon një kokë shumë të bukur dhe të formuar, në mënyrë që edhe qetja mashkullin ta tregojë jashtëzakonisht bukur dhe perfekt. Është kirurgjia plastike për sa i përket mjekrës, mentoplastika, e cila realizon rikonturimin e mjekrës tek meshkuj që ka një mjekër të vogël, të pa formuar, sepse meshkujt duan një mjekra. Po, edhe mjekra, që duan një mjekër më në pa, ta vënë më në pa mjekrën, gjithsesi, ajo realizohet me anë të një proteze, ndërsa ka meshkujt të cilët kanë mjekër shumë të madh dhe shumë të zhvilluar, atëherë po duan ta zvoglojnë dhe realizohet zvoglimi i mjekrës. Gjithashtu është ndërhyrja për korrigjimin e rrudhave të qafës, në moshat më të avancuara,
është ndërhyrja e cila realizon në trup zvogëlimin e gjëndrave të gjirit, të cilat normalisht në disa meshkuj, të cilët janë obez ose me probleme të lindura, mund të kenë zmadhimin njësoj si tek seksi femër i gjëndrave të gjirit. Gjithashtu janë ndërhyrjet korporale, të cilat realizojnë tendosjen e muskujve të barkut tek çunat ose abdomenoplastika, pra plastika e muskujve të barkut. Kjo është një teknikë e cila realizohet nëpërmjet eliminimit të dhjamit dhe tendosjes së muskulaturës, e cila në palestër do vite ndoshta për të realizuar, ndërsa me anën e kirurgjisë plastike realizohet. Gjithsesi palestra nuk e shkrim të rindin dhjamor, normalisht i cili është i depozituar në organizëm. Në fakt, për të folur konkretisht për ndërhyrjet në pjesën e barkut dhe shumë njerëz dhe kanë problem, ne kemi një foto mbulimi dhe flasim pikërisht me doktoreshën për mbulimin e barkut për të parë ndryshimin dhe është një foto e marrë nga klinika juaj për të parë se si ai është realizuar. Domethënë është ndërhyrja e meshkujve në pjesën e barkut për të parë edhe diferencën. Në fakt, ajo që lind si pyetje nga të gjithë ata të cilët janë të interesuar, shohim edhe foton, ka një ndryshim total, duhet thënë, është bërë dhe një ndërhyrje në gjoks. Ky është përthithja nëpërmjet aparaturës, nuk është një abdomenoplastikë e hapur, nuk është një kirurgji e hapur e barkut, pra është thithja e indidhjamor nëpërmjet aparatit, e cila është një metodë jo invazive, domethënë nuk është traumatike as pak, nuk lë shenjat jashme dhe shërimi është brenda 2 deri në 3 ditëve, absolutisht. 2 deri në 3 ditë mund të kemi këtë pamje? Patjetër, po. Wow. Problemi yt u zgjidh Klevis. Po, jo është një problem serioz tek unë që unë kam atë pjesën e barkut që nuk më bie kurrë dhe shumë meshkuj e kanë dhe prandaj është një problem shumë i madh. Kështu që në 3 ditë ne mund të kemi një pamje të tillë. Një rezultat dhe një pamje, po. Në fakt, një pjesë tepër e rëndësishme dhe në diskutime dje, kur diskutoja me miqtë e mi që do të kem një mjekë specialiste të operacioneve plastike, më thanë për hundën. Shumë njerëz janë të friksuar tek hunda, sepse e mendojnë një operacion shumë të vështirë, të rrezikshëm dhe shpeshherë me pasoja, dhe më thoshin njerëz praktik që nxjihen komplet poshtë syve dhe këto nuk ikin për gjitha kohë. Për sa i përket hundës, unë mund të them që unë bëj për ditë operacione plastike në hundë. E kemi dhe foton për të parë. Prej 15 vjetësh, kështu që mendoj që hunda është ndërhyrja e cila kryhet në mënyrën më perfekte në klinikën tonë, me teknikat më moderne njësoj si zhvillohet në Paris, në Milano dhe në Londër, sepse dhe specializimet tona janë bërë njësoj me mjekët perëndimor. Për sa i përket nxjerrjeve, në rastin konkret, që unë i ka bërë kurrizin dhe majën e hundës, këtu në foto, nxjerrjet zgjasin vetëm 5 deri në 7 ditë, dhe mbas 5 deri në 7 ditë janë totalisht eliminuara, nuk bëhet fjalë që të ngelen, nuk na ka ndodhur ndonjëherë, nuk e di se ku janë bërë ato intervente që u kanë ndodhur nxjerrje të përhershme, nëse na ka ndodhur ndonjëherë që të ketë nxjerrje të përhershme. Domethënë varet nga teknika operatore, nga dora, sigurisht nga dora e kirurgut, normal, se sa traumatike është dora e një kirurgu apo jo. Një punë e kujdesshme me finesë dhe me profesionalizëm nuk lë kurrë shenja të përhershme. Ky është një operacion që është realizuar nga ju dhe natyrisht shohim që dallueshëm nuk ka shenja të zeza. Ndërkohë që unë kam parë njerëz që kanë realizuar dhe kanë komplet jo të përhershme, kanë për kohore. Mund të ketë 2-3 muaj që ka bërë operacionin dhe sot e ka. Maksimum 10 ditë gjatë. Kanë pastaj mënyra se si bëhet. Rekonvalescenca është mënyra si kryhet ndërhyrja, është edhe stadi rigenerimi në shumë individësh i ndryshëm, nuk është njësoj, sepse varet nga indet, varet nga enët e gjakut, varet me çdo individ ka karakteristikat e veta trupore, asnjë individ nuk është njësoj me tjetrin. Në periudha e absorbimit të hematomave që i quajmë ne, është ndryshe në individ të ndryshëm. Si reagon pra fizikisht. Po, sigurisht që varet se si reagon. Prandaj është shumë e rëndësishëm që të drejtojmë te specialistët e duhur dhe prandaj kemi zonjën Silvana sot këtu në studio për të folur pikërisht për këtë gjë. Një tjetër ndërhyrje tepër e rëndësishme në fakt që unë u habita, domethënë për këtë kulturën e re të operacionit ishte botoksi, që meshkujt bënin botoks. Dhe në fakt mund ta shohim edhe një foto. Më të shpeshta që bëjnë meshkujt, sidomos mbas moshës 30 vjeçare, kur fillojnë dhe të shfaqen rrudhat e mimikës, sidomos bëhet fjalë për rrudhat ndërmjet dy vetullave, në zonën ndërmjet dy vetullave, rrudhat në këndet e syve, si dhe rrudhat në pjesët e poshtme, në pjesën e qafës apo në pjesën e mjekrës. Botoksi është një ndërhyrje shumë e shpejtë, e cila zgjat rreth 25 deri në 30 minuta, jashtëzakonisht komode, është totalisht e padhimshme dhe mbas mbarimit të procedurës mund të shkosh direkt në punë, nuk të kufizon, nuk të absolutisht, nuk ka asnjë lloj shenjë. Këtu kemi rastin e një çuni i cili ka bërë botoks në pjesën ndërmjet të dy vetullave, e kishte jashtëzakonisht të theksuar dhe është rezultati është shumë i mirë, shumë i këndshëm dhe çuni duke gjithkohë si i zemëruar me atë pamjen me rrudhën aq të theksuar ndërmjet atë brazë ndërmjet dy vetullave.
Domethënë është një procedurë jashtëzakonisht e shpejtë dhe shumë komode, shumë komode, dhe që nuk ka asnjë efekt anësor, nuk lë asnjë shenjë të jashtme. Mund të quhet një ndërhyrje e vërtetë. Shpesh një lloj aplikacioni është ndërhyrje estetike, nuk bëhet fjalë për kirurgjinë plastike, bëhet fjalë për mjekësi estetike në këtë rast, sepse gjithmonë kirurgjia plastike ka edhe pjesën e mjekësisë estetike, e cila është jo aq invazive sa kirurgjia plastike dhe traumatike. Në fakt ka hapësira pafund për të folur për operacionet plastike dhe ndoshta do duhej një kohë më e gjatë, por unë dua të them, a ndryshojnë operacionet dhe ndërhyrjet nga femra tek mashkulli? Normalisht, si teknikë kirurgjikale është e njëjtë. Për sa i përket volumit të ndërhyrjes, mënyrës së ndërhyrjes dhe sasisë, për shembull, nëse flasim për injeksioneve apo të tërheqjes muskulare në një ndërhyrje kirurgjikale apo të eliminimit të kockës në një ndërhyrje plastike në hund, sigurisht që te mashkulli është pak më e madhe sepse kocka është më voluminoze, është më e fortë, domethënë struktura kockore pak a shumë ndryshon, qoftë edhe për lëkurën, për sa i përket injeksioneve të lëkurës, edhe nëse përgatiten në mjekësinë estetike botërore, përgatin pak më të koncentruara injeksionet për meshkuj, sepse gjithmonë lëkura e mashkullit është më e fortë, më rigide si lëkura e femrave është më e brisht dhe normalisht që do më pak sasi injeksionesh. Kështu që këtu është diferenca në teknika nuk ka dhe në mënyrën se si realizohet ndërhyrja nuk bëhet fjalë të ketë diferenca. Është thjesht domethënë në volumin, në sasinë edhe deri ku në kufit e ndërhyrjes. Absolutisht që po. Në fakt edhe një pyetje të fundit, meshkujt më tepër janë të prirur për të bërë operacione të pamjes së fytyrës? Apo duan për të shtuar, të hequr atë dhjamin dhe pastaj t'i bëjnë muskuj? Trendi më i madh vitet e fundit ka qenë për ndërhyrjet në fytyrë dhe vazhdon të jetë, domethënë. Ajo që duket tek të tjerë. Po, sigurisht si te femrat dhe te meshkujt në përgjithësi. Ndërsa për ndërhyrjet në trup sigurisht që ka kërkesa dhe këto janë në rritje, por më tepër preferojnë palestrën, domethënë pjesa mashkullore. Janë më të dhënë mbas palestrës dhe faktikisht është më e bukur palestra, me thënë të drejtën, dhe edhe meqenëse ti mund të realizosh një ndërhyrje në trup korporale, një liposuction apo një abdominoplastik, përsëri duhet ta vazhdosh palestrën, në mënyrë që ato kilet e hequra ti të mos i marrësh më, kështu që palestra nuk mund të evitohet. Sepse mund të ndodhë që të rimarrësh kilet dhe gjendja të rikthehet si më parë. Në fakt ajo që diskutohet shpesh dhe për të ardhur në fund të gjithë detajeve që ne japim, mund të jetë dikush që do të bëjë një ndërhyrje. Në krahasim me ekonominë shqiptare, le të themi, a kushton ky shërbim në Shqipëri? Pa dhënë shifra, por le të japim një mendim të përgjithshëm. Sigurisht që nuk është etike të japim shifra, aq më tepër në një studio, sepse në përgjithësi shifrat janë dhe në raport me defektin e personit dhe me gradën e defektit, nuk bëhet fjalë të ketë një shifër konstante, sa më i lehtë të jetë defekti, aq më e vogël është shifra. Por gjithsesi shifrat janë jashtëzakonisht optimale për pacientët shqiptarë dhe në raport me nivelin ton të jetesës janë shumë të mira. Domethënë për të njëjtat teknika kirurgjikale, për të njëjtat mjete dhe aparatura moderne, është të paktën 1/4 e shifrave në Europën perëndimore, kështu që janë në raport të plot me nivelin ton të jetesës. Pra për një familje me nivel mesatar, janë pothuajse të përballueshme. Dhe është shumë mirë, Stella, është shumë mirë kur jo vetëm femrat tregojnë një kujdes të jashtëzakonshëm për trupin e tyre, kujdesi është për veten duhet jetë maksimal për çdo njeri dhe mua më vjen shumë mirë që kam meshkuj sot që kujdesen kaq mirë për veten e tyre për të qenë dinjitoz më pas edhe në shoqëri edhe në marrëdhënie. Në fillesat e tyre kanë qenë meshkujt e skenës, të ekranit, meshkujt e media si puna juaj. Tani janë pothuajse të gjitha kategoritë e meshkujve, nuk janë më meshkuj gjithmonë që duan ta ruajnë imazhin për shkak të profesionit, janë të gjitha kategoritë. Edhe ata të cilët në jetën e përditshme kategoritë më të thjeshta të meshkujve. Sigurisht ato që në jetën e përditshme kërkojnë të kenë një imazh tamam të këndshëm për të paraqitur në jetë, në profesion, me partnere, në jetën sentimentale dhe gjithandej. Se sigurisht që imazhi ndikon jashtëzakonisht fuqishëm në pjesën e brendshme shpirtërore të çdo individi, qoftë edhe të meshkujve, pse jo. Dhe ky është lajm i mirë për femrat, që do të kenë meshkuj sa më të bukur për rreth. Okej, së shpejti unë do të trokas në derën e zonjës Silvana, sepse do kenë një flevis më të bukur në studio. E di ku e kam problemin vetë edhe pse zonja shumë gentile nuk ma tha, por do jetë bisedë shumë private kjo. Të dashur miq, unë emrin tuaj dhe në emrin ton dua ta falenderoj doktoresh Silvana Vishaj, që është gjithmonë kaq prezente me diskutimet e saj në media, që gjithmonë na jepni ato informacione të dura që ne mos u trembemi dhe të bëjmë gjën e dur për veten tonë. Faleminderit shumë sportivitet gjithë mirat kalofshi. Ishte vërtet kënaqësi në fakt, do doja që tashmë vëmendja juaj të mos shkëputet nga One Morning, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe më njëherë bëhemi gati me fleshin ton informativ të orës 9 për të detajuar në lajme më të rëndësishme të 24 orëve. Mos u largoni nga Channel One.